Birës. Ja në këto ditë të nxehta qeshori. Qatë ditë Në ditë të nxehta të përvëluar qeshori. Në këtë vaslik, në këtë ambient të mrekullueshëm. Ai ndjeni që fryn. Po fryn. Ne vim me xhup në punë dhe heq. Do të një të fryrë në atë mal ku. Vajza ju do preferoni të shkoni në një fest, ose një party, si thoni ju, në një organizim të bukur festiv me këngë të tilla apo ti Si? Po, patjetër këto. Me qarë me këto, ha? Patjetër. Si ma mortja mua. Po tjetër gjunë DJ Tieson me shishe. Po pra ju të zgjidhni DJ Tieson apo Elifarën? Shishja Tieson, po fermo një këngë nga kavaja. Po vera dhe këngën vete të bukurën në shisha jo. 2 tironce të lutem. Me 5.000 lekë në dorë, 2 tironce. 2 tironce. Atë dilni shihni ju, fëllëz ato, kur ja marrin valles so. Me dhe valles. Hajde më mos e ka njëllë valë, po hajde më, që me thonë. Goca, atë ja themi njëzve që t'ka po vakiti fundjava, po jo? Ha? Mos ja themi. E harrua në zgar. Jo. Po flinte bi zgar dhe dikush e ndezi. Greta, iku t'jap në dërmi. Greta, ti nuk je me gjak të ftohtë, ti nuk je reptil. Ti s'duhet rish në diell, duhet rish në hije, Greta. Hije. Se nuk je hardhuc. Në dërmi atje, në plazh, në jukën Vetëm hardhucat rrin nga 3 orë në diell pa lëviz, Greta. Edhe qa bone Greta se mu s'do mbesoj njëri. E zuni gjumi mes detit. Më falë, në plazh apo në mes detit? Një sekondë, ishte kështu. A nëse pasa nëso, dhe në pasaj e momentu të gjua. O Greta, ishe me dyshek, ishe në dyshek. Me dyshek. Mi po s'frynte në herë të t'hidhe nga Korfuzi diku. Shpëtonim të tërë. Tu kishe dalë grekve moja man atje, kishe shpëtuar ne, jo, ha? Pa t'ka qenë raggjo fare, pa gjo. Mi po u dojq? Po u dojq. Greta këshu, well done, apo... Apo, si e këtë djekmen, medium apo well done? Medium rare apo well done? Well done, e këshu krokante. Ta shi, se ku është djekur nuk do të tregojmë, do të shi për shkak e... Everywhere. Mirë, mbrëma përshëndetje, mi se vini sot e sot, të në flan. Hajmë, mbrëma shqiptar, ju rujtë zoti gjithve nga këtë diell që po në lumë. Amin. Moj vajzani. A ishit ky festivali Unum që u bë këte, apo jo? Unumi, si ishit, pse? Po pse? Si ishe smur, ki eshte bikume. Po ti marson. Ti e nis me dyshek nga Durrësi, po se kapet. Qa kishe për të boti mi amon? Punë të shpis, më raft pika. Sa se the detyrat e shpis. Po na thuaj, moj ta bëjmë Unumin vitin që venja 15 dit më vonë. Po, kishte, nuk iku do të në Unum se kishte 2 dasma. Pa tjetër. Dhe po të shove që sa gramë. Vajza, e di qa bëri rini atje. Mami, iku koha jonë. Si festonim në emër se një, me kënë partizane. Po qa, thumë bërë. Ne festoqim atë, to pa bore edhin shokë. Me kënë partizane. Ta një është me DJ e lahen natën lakuriqe, burra, gotat. Qi? Urdro? Po. Ja, unë nuk lahem do të sho, se ftofem. Ja. Po, me nërte... Po, ndaj lahen natën që mos t'i djeki djeli. Quam Clintonin atje. Cili këtë ditë pret. Punon një vit klan për këtë ditë. Unë personalisht nuk e shoh vetën gjikundi, absolutisht. Për shkak të moshës. Unë e shoh. Ai që si larkat e birrës është fiksun. Fiksun. Si një furnitor. Po, ai që si 8-2 janë fiksun. Okej. Ndigjeni pak, rini si qeli bari, ndigjeni. Muzik, dashurin në të bukurën Shqipëri. Jam në Unum Festival për të marrë pak nga atmosfera dhe për të parë pak se si po e shijojnë njerëzit këtu sot në këtë festival dhe do e shijoj dhe unë bashkë me ta. Më ndihni. Ai e di që ka ardhur? Se pyes fare. Themi. Po se kam shefin tim. Kam jetën time. Ashtu. Që unë nuk jap llogari fare. Në 2025-ën, iku ka me shkujve, shkoa femrave, bëjmë në regulli, nuk pisim ma. Kam pi 3 bira, ta shi ndarë ke pim më shumë. Ke vendos të bëhesh drusot? Jo, pse do të kam dru, e shijoj edhe këshkun, nuk gjujmë gjoste. E kemi burrin. No, this is the first time and I love this country. And we are here for 3 days. Young guys, are handsome or no? Handsome, really handsome. Woo!
është më shumë shpirti festës? Ti apo? Kur jena bashk. Jemi dhe më shumë se kaq, po thjesht nuk na ke pa akoma. Se qa bëhet një aman? Hajde nga ora 3 në ato. Qa bëhet? Ja, shi si e bëna shë, ajo tha ka shumë quna. Ka kështu ritmin. Po ja ka marrë buk me vete, tani e përshof për një nusë dhe di si bëdu numi. Do të dasë më në këtu, Do të bëj tasën shurejmë. Unum Festival in Albania. I don't know where I am. Are you ready? Nga 1 deri te 10, sa ndje shpirti i festës? I qim, sa ka marrë nuk kam pi akoma. E vi për muzikën e dashurojmë. Se po qunat? Tu jam të shëmtuar quna. Të shëmtuar, Which country we are? I don't know, Paradise. We're in Albania, in Beijing. Where? In Beijing. Bravo! Tani unë jam ESO. Tjetru akoma? Jo. Në një party si kjo, cila është gjëja më e paharueshme? Është muzika, është plazhi apo janë çunat e bukur? Po unë jam me të dashurin, kështu që unë e marr me vete të bukur. Janë me bukë me vete ti. Edhe gocat janë shumë të mira. Si e ke nda me njën sot? Tupo. Para se të nisesh e për këto, çfarë i ke thënë vetes? Do bëj shef. Dhe djegim sot. Po lumë. E ke ndarë më në një sot, thuj? Po. Kornet. Besoj se po, nuk e di çfarë më pret akoma. Hey, it's the first time in Albania. Yes. First time, but not my last time. Kuqezi! Tani ke ardhur më shumë për muzikën e mirë, për alkoolin e mirë apo për gocat e bukura? Gocën e kom këto, s'këzoj me thonë, e thënë keq. Ku e ke, ku e ke? Këto kom gocën. Is your wife or friend? No, both of them are my wife. As well, enjoy. Fuck off, oh my god. Ej, pse ky tatuazh? Me thëmë pse e ngjyrosur kështu? Njeri në festival kur vjen do të më bëj diçka më pak më ndrysh ose veçantë, edhe besoj që i shkon. Se veç vjen, ndëgjon muzikën and you just have fun and fuck off everything që është negative. Edhe këtu ke shkruar energy. Po në krevate, qet energjin apo jo? Kohën e fundit jo, kam gjetur connection me veten, kështu që ndëgjoj trupin tam çfarë ka nevojë. Ishin totalisht të kthjellët, po të shikoje në përgjigje, më pëlqejnë këto party që unë plazh. Po pse mos jeni të kthjellët të këtë janë? Patjetër. Lëndë kështu, erboze, si i thojnë ju? Barishte nuk ka. Ka barë gjikundi atje, s'ka vetëm rër kishte. Pse mos jeni të kthjellët? Uj, kripa të bënesur, sa duat? Po do pishe edhe një qik, do pishe, do kërcesh edhe? Bravo, si tha jo, është 2025, da. Kom menimin tim, kom drejtën time, kupton t'i apo jo? Yes, po i festën time, s'pys për njëri. Ajde, Lali, ajde. Gëzoj rinia, Arje, për në qepë që ratalarët. Ne s'dinin nga lidhës e gomari, Argentian. Ne të shkretët, ne. Festoni me vallë. Do kësas, do dhja me vallë, tha. Nese, nuk këse jam gjeloz, absolutisht jo. Unë jam. Për qarë? Unë jam. Duhet jetonim të kohën e ti saj mirë. Patjetër. Po pse? Po të jetonim gjithë të kohë, kush do i bënd të këto i për centrale, këto e për ulla. Ku bëjnë partin ato vetëm zborësh bërdirë në thënjishin. Ate skalote këm njeriu përveç se pa uniformë ushtarake. Aja jam rritët saj dite. Dhe kjo falë punës. Punuam ne. Dhe atëhere, do t'i qërohen mire sapet. Për shokë e merë. Po pëse s'na letë bënim dhe ne unum në atë komër, që të bofshin dy jara di. Tina qojë që na qojë atje. Po në leshemër të kërceshimër, në gjoshim italionin, po në leshemër. Minimumi, në mos të kërdet, na bëje shenjesër për repart. Dyshek notoje të kishin bo shenjesër reparti kundër. Qojshin nga rina, si qojshin dy mik i senjish edhe bu edhe këtoje. Aha, iku ma. Për të skuqë nuk e di, po për të nëzirë, do ishe nëzirë. Jo, ti nuk e di për të skuqë, po veni do ishe skuqë i gjithë, jamon. Fejmë në të pas pak.
Do të tregojmë me fakte, me argumenta, me zë dhe figurë, se si në këtë vend. Pa qenë avokat, pa qenë antarësuar në dhomën avokatëve, mund të operosh si i tillë në qytete të ndryshme. Pa qenë avokat, mund të fitosh më mirë se një avokat. Bravo. Pra, pa paguar kotizacionet, pa pas licencën në ushtrimit të profesionit, gëllon mashtrimi e kujtun se ç'bën. A do marri fund ky fenomen në njëherë fakt? Jo vetëm kështu. Asnjëherë. Pa qenë ekspert i licencuar, ti mund të bësh akte ekspertimi në këtë vend. Pa qenë kujtun se çfarë nuk ka ky vend marrinash. Në momentin ti themi stop. Siç do i themi pas pak. Qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo, vajza, bravo. Avokatja, se tashi... Avokatja në klapa. Nuk dua të përfshi këtu një plejat të tërë avokatësh të nderuar, avoket dhe zonjash, që punojnë, sakrifikojnë, janë besnik në klientëve të tyre. Klotilda Kola. 8 vjetë morën vesh që nuk kishte fare avokate. Nuk kishte licencë, nuk paguan të ashtë gjë. Kush ka nevojë të punoj, po mblodhe ka shumë lek mërti sa i mirë. Madje herën e fundit, që ne pas këshim pas nxjerr me Andrelin Priftin atere, dhe atere s'pas këshin avokate. Pas kërkësh marrur $18,000 atere. Të vogla. Mirë që i pas kërkësh marrur, si pas kërkësh këthyre. Mirë që si këthyre, pas kryer as punën. Mirë që pas kryer punën, po pas kërkësh vazhduar. Kjo rikujtojmë pak ndinjeni. Vetëm para pak muajsh kemi transmetuar këtë rast nga qyteti i Lushnjës. Jemi në qytetin e Lushnjës dhe kemi ardhur për të takuar me zotin Bexhet, i cili në fakt është shumë i shqetësuar. Problemi nuk është i tij, por është i kunatit që nuk ndodhet këtu, por në Amerikë dhe dëgjojmë. Jam Bexhet Vrapi. Jam përfaqësuesi i kunatit tim. Ka pasin probleme një avokate për një çështje pronësie që kishte me vëllain. Edhe ajo i doli garanti do të rrullonte. Ka 10 vjet që e ka marrë lekët. Kjo i ka marrë $18,000. Kush është kjo, avokatja? Avokatja Klotilda Kola. Klotilda? Klotilda Kola. Çfarë do merrte përsipër ajo? Përsipër do merrte që do ta rrullonte këtë, i fitonte ky shtëpia. Ka 10 vjet që i ka marrë dhe si ka kthyr as i kokër leku. Sa lekë ka paguar kunati? Kunati ka paguar $18,000. Në datën 21 e mbaroi punë. Kemi patur shumë probleme se ne ja dham diku tjetër, ja kam thënë edhe Bexheti ka ardhur këtu në datën 21, i bie dita premte. O tenke nuk premte me do lidhet maksime vasmin që të vit. Ja kam treguar Bexhetit muhabetin e lekëve dhe nuk dua ta përsëris më, se nuk ja blen më. Ato lekë janë marrë dhe do jepen prapë. Po i mori dikush tjetër që u zhduk, iku nga Bexheti. Ajo më ofroi mua, më mori në telefon dhe më ofroi 5 milion, pa do t'i jap në datën 21, pa, si shmilla, dhe pjesën tjetër për 7 milionë e gjysmë do t'i jap në datën 20 mars. Se 3 milionë e gjysmë e kisha marrë më përpara, 5 milionë milla dhe në 8 e gjysmë, njënë edhe 7 e gjysmë. Kam gjetur të shoqin e kam gjetur Tiranë. Nuk kam çfarë t'i jap tha, do mundohem tha t'i jap tha gjysmën të këtyre tha në fund shtatorit. Sa duhet të kthej avokati? 5,600,000. Sepse herën e parë ktheu. Sa ktheu? Ktheu 3 milionë gjysmë e kisha marrë unë, më ktheu dhe 7 milionë. Që e publikuan pra, që e publikuan. Edhe tani ka ngelur edhe 5,600,000 për të marrë. Ajo është zhdukur. Nëse merr 5,600,000 mbyllet totalisht borxhi që detyrimi që ajo ju ka. Po. Unë i bëj thirrje Klodilës që të vi të hapi telefonin dhe të bisedoj me mua dhe ato lekët të japi edhe me 2 keste. S'ka problem. Vetëm të hapi telefonin dhe të bisedoj me mua. Ja. $18,000. Nese, një pjesë ja dha, një pjesë ose... Po ma 5 pjesë, një 5 milion, 700. Tani problemi është zonja Mimoza hy në skenë, këto vëndjen. Personazhi i ri futet në skenë në pjesë të dytë. Po, është zonja Mimoza, e cila kishte probleme për i afronin pije solën, s'ka gjë pije. Nuk tash më s'fol me njëra tjetër. Çapo i afroi momenti pensionit. Edhe kishte ca vite mangët. Që duhet ti gjente ti gjente në përgjigje me këto siç bëhet, domethënë kam punuar ku atje. Edhe nëse shkon në gjyq të duhet patjetër një avokat. Patjetër, dhe kush ishte? Ishte Klotilda më atje. Po patjetër më i tha Klotilda. Ua! Po ta bëj unë këtë punë më kam mbaruar. Tek po kthehej zonja Mimoza i thot Bashordi, ish ushtarak.
Dëgjoj, thot Mimoza, a si thua dhe për mua se s'm kanë dalë 1-2 vite? Por e i them dhe për ty. Sa më shumë aq më mirë, ha? Morën Klotildën telefon, avokaten. Po, mori tha e që baruar. 800 euro tha për gjyqin, 200 euro mua, në total që të mos i biesh gjatë, 3.800 euro. Shu janë ato, 800 euro për gjyqin, 200 euro për mua. Bravo. Nuk e bëjë gjyqin 1.000 euro për mua. Po, thamë, kjo punë mori fund, zonja Mimoza. Në fakt, në ato fillime, çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, ishin o trëndafili im, o ilaçi im, i thoshte Klotida, avokatja Mimoza që ishte dhe lekët. Tjetër, po avokatja respekton klientin. Pra, nuk ishe vetëm pajtime fetau, o ylli sabat, pas ka pas dhe trëndafila në të mes. O ylli mëngjesit. Pas ka pas edhe kujdu që çka pas gjitha. Andaj nga fundi, i gjithë sa historie... Ore, më fal një pyetje, këto janë avokata apo janë poetë, se ma u qëndrurim... Këto janë, qiko, këtë janë. Se ti nuk përkëto në gjën kryesore. Se nuk është vetëm zonja Mimoza që kemi nxjerrë ne. Morën veshje janë në pafund qytetarë në Lushje dhe vetëm. Po këto me kaq para bësh jo poet, po bësh Sergej Esenjir bësh. Këto si ku kanë bësh shkollë për letërsi, jo për... Vazhdo. Digjeni pak hapin e parë. Ju përshëndes nga qyteti Lushnjës, jam së bashku me zonja Mimoza Sema, e cila i ka dhënë avokatës Klotilda Kola apo Klotilda Dervishi plot 3.800 euro dhe këto janë mandate që unë kam në duar. Për çfarë arsye ja dhat avokatës në fjalë Moza? Atëre, vjet në maj, unë bëra moshën për të dalë në pension. Unë erdha këtu për të bërë dokumentat dhe më mungoni disa vite pune. Po, me qënë se unë nuk arrija t'i gjenja këto vite pune, u drejtova ke një avokate 30 vjeçare që punon në qytetin tonë të Lushjes, e quajnë Klotilda Kolaj. I thash, kam këtë problem. Më tha mua ta zgjethu në vend, tha, është puna, tha që unë dua 800 euro që bëhet gjyqi, tha, me të gjetur vitet e punës, tha, dhe 2.000 euro i dua si ka parë. Në këtë kohë, unë duke folu me tim shoq, i thash, kam bërë këtë punë, po bëj këtë punë. Më tha mua, po mirë me Moza, tha, me qënë se mua më mungojnë 2 vjetë si oficer që ka qënda i në rrethin e Lushjes, i thoj të më ndimoj dhe mua. Për sëri u ktheva, bisedova me Tildën, shkurti thras Tilda, më tha mua e bëju në vend, tha. 800 gjyqi, tha, 200 tha, ti ke mu, më tha mua. Me besimin të plotë si avokate, i përsëri i dhash lekët. Në kohën që ne mbarojmë çdo gjë, më tha mua, këto 2.000 lekë që do të kthehen direkt mbrapa. Unë flisja një vit rresht me këtë, më merrte çdo ditë në mëngjes më shkruante si jo trëndafil, në darkë si gjithmonë, ti je ilaçi im, unë shoqet i kam të ralla. Më thoshte që i kemi bërë punët, i kemi vënë në vim, mos ki merak. Sa kohë ka që nuk keni folur me avokatën? 2 muaj. Çfarë ka ndodhur? Si përgjigjet mos? Jeni më trëndafili mëngjesit? Nuk jemi shpirti trëndafili. I që nga milaçi i asajt, si duket nuk i bë ka efekt. Ilaçi im i bëjnë lekët. O trëndafil, o ilaçi im, etj. Mi po erdhi një moment që Klotilda Kola humbi. Po se tërhiqen këto. Shkruajnë, pastaj tërhiqen dhe shkruajnë të tjerë. Po pse, si të shkruajnë kështu non stop thutje? Poeti ka, po do të kulloj mo. O të rojtë në dhoma të saj. Po mo ikë. Po përse dhe fat, pena fat. Po pra, po jo përse të rejtja këtyre është me të keqe me tikur nga ky vend. Unë e di që poetët shubojnë, zjerrin një vëllim me poezi, pastaj tërhiqen shumë të tjera. Tërhiqen. U të rojtë. Sa të frymzohet, Mirë po, teknologjia, s'po i gjenim kërkund. Shko ke zyra, jo, pyt në për komshi, jo, pyta ne, pyt këne, na thot njoni, sa vetëm bin ditë mu, për këtë më kërgojnë e sap. Nuk e di ku është, jo fare. Teknologjia! Dhe Dominika e Barektari, së është Dominika për të... është kjo mistrece. Se qa bëri Dominika? Vajti në gjyq, shkallës parë, në Lushje. I këtyre. Sa më falni, zonja Mimoza ka hapur një gjyqje dhe pyetën atje për pensione kështu. Po, thanë ato, ja kemi dhanë avokatin nga shteti pa lek. Jo, pa jo sekretari atje. Jo, tha, nuk ka asë një gjyqta për zonjën Mimoza. Ua, po 3.800 euro. Më në mërse është halë i modër. Digjeni. Me të tillë persona që marrin kaq shumë, nuk bëhet pyetja ku është. Pyetja është a do kthehen. A do kthehen ndonjëherë. Baby come back, baby come back. Digjeni,
Së bashku me Mimozën jemi vendosur përpara hyrjes së zyrës avokates Klotilda Kola, që në fakt është e mbyllur, nuk ka as emër, asgjë. Keni tentuar herë të tjera që të takoni avokatën dhe jeni përballur me këtë situatë? Po, unë kam 2 muaj që e kërkoj dhe kam pyetur dhe shoqërinë, thotë që nuk e gjejmë këtu në këtë zyrë dhe dera është e mbyllur. Zoja Mimoza ka zgjedhur avokatën Klotilda Kola për ta përfaqësuar në një proces gjyqësor për sa i përket njohjes së viteve të punës në mënyrë që ajo të marrë pensionin me vite të plota. E duke mos dashur që t'jemi paragjykues, ndalesa e parë është pranë gjykatës së Lushnjës për të kuptuar nëse është regjistruar ndonjë padi, nëse është hapur ndonjë proces gjyqësor me palë Mimozën dhe bashkëshortin e saj dhe përfaqësues ligjor avokatën Klotilda Kola. Kjo është dhe përgjigjja. Avokate Klotilda Kola më ka regjistruar në përkërkimin e pensionit për mua dhe për një shoq. Mimoza. Nuk asgjë të regjistruar? Jo. E pas kësaj përgjigje, kuptojmë zyrtarisht që plot 3.800 euro janë në xhepin e avokatës. Kemi një detaj të rëndësishëm në këtë histori, është noteri që ju pretendoni që ka punuar gjatë gjithë kohës me avokatën, edhe në rastin konkret, për fat të keq, edhe ai nuk ka më informacion pasi ajo ka dalë tek stopi, le të themi që është dukur nga faqja dhe jot. Shkruaj të Klotilda. Klotilda Kola. Nuk e një të informacion. Po që e ke pa në gjiro ku? I e dyta vetëm sot që ka ardhur. Ditë për ditë në të kërë. Pa i nuk ka marrë për vete, kam të mesazhe për vete, as për gjithë, as për gjithë. Në basës ka rrë të pasat e rastë që do një... Tha zotria, që është thjesht për argument, na vinë 3-4 dita që janë kohën. 3-4 vetë në ditë, mërë. Po erë? Me gjyqe që ka hap kjo. Po, me gjyqet. Në fakt, u drejtuam të dhoma avokatis në Lushnjë. Kryetari i dhomës atje flet qartë e pastër. O, njerëz. Pa që na ka qenë. Pa që na ka qenë. Shiko, tha, e kapim dot. Ne dhe se pa disim dot, sepse nuk është avokate, nuk është pjesë e jona. Ka 8 vjetë që nuk është avokate, Moramani. E s'na gjeti belaja me këtë, Moramani. Po mirë, në fakt se gabimi jonë është, në fakt i bën një kritik të madhe vetës, kur e nxorëm herën e parë. Po kur e pan këto organet kompetente. Po ky s'është gabimi jonë, është gabimi organeve kompetente. Jo, se ne duhet ta kishim verifikuar këtë gjë. Është apo s'është avokate e licencuar. Këto policia atje, apo ku diun çfarë, një sinjalizim, një gjë që ore është duke vepruar pa licencë, pa gjë fare, or nuk e njeh njëri, është duke mashtruar njerëzit. Po zaten. Apo bëre të ndjem fajtor tash. Po patjetër, jemi fajtor. Që me Andrelin Priftin që në fillim fare duhet ta kishim verifikuar, po ja. E shikon, nga pakujdesia jonë armiku bëri namin, armiku klasës. Dijeni pak. Duke qenë se Klotilda Kola pretendon që është avokate në qytetin e Lushnjës, jemi të detyruar të ndalojmë pranë dhomës avokatëve të Lushnjës dhe të takojmë me kryetarin Kozma Jano. Çfarë do të na thotë ai në lidhje me fenomenin Klotilda Kola? A është avokate pranë dhomës tuaj? Klotilda Kola ka qenë avokate dhomës Lushnjë, ka ma merr mendja mbi 8 vjet që ajo nuk ushtron më profesionin e avokatit, pasi ajo e drejta e saj është mohuar ose ka vetë mohuar duke mos paguar tarifën e avokatit që paguhet vit për vit, do me marrjen e licencës. Klotilda nuk ka licencë edhe nuk është regjistruar në zyrë tatimeve. Ka vite që e ushtron këtë profesion jashtë dhomës. Ju keni dieni në lidhje me rastet e qytetarëve të cilët e kanë zgjedhur si përfaqësuese ligjore jo më larg se para një viti? Po, kam dieni, më kanë ardhur qytetarët dhe ja kam shpjeguar në lidhje me aktivitetin e saj. Dhe i kam thënë, aktiviteti i saj ka qenë i paligjshëm. Klientët janë mashtruar. Si dhomë avokatie, nuk kam të drejtë që t'i drejtohem komisionit ton të apelimit, të ankimit thash në Tiranë, për arsye se ajo nuk është avokate. Në rast konkret jemi përpara mashtrimit, e kupton ti, dhe ushtrimit të një të drejtë që nuk të takon ta ushtrosh të drejtën e profesionit avokatit, edhe është vjedhje. Sepse fundi qytetari është mashtruar, po i ka dhënë lek. Unë kam mbi 1 muaj e gjysmë, se më kanë ardhur dhe qytetarë të tjerë që janë ankuar dhe nuk e kam parë, di që është larguar.
Kështu ti, kështu nuk po e gjejmë dot më. Sot në këtë vend. Mjafton një herë të vetme. Kesh qenë akredituar diku, ekspert rrugor, ekspert kriminalist, avokat, psikolog, apo stomatolog, apo mjek, apo infermier, të dalësh nga gjitha këto urdhra dhe ti vazhdon punon në për klinikat, në për zyrat e tua, pa pikën e problemit, po fare. Ama se s'mdele keqja në këtë dy njo. Jam në organin e tatimeve, si gjithë shqiptarë që paguajnë taksa, tatime, jam në rresh për një për të kontribuar para këtë shtetit. Një ditë që më qelloi e shtunë e diel, që s'pagova dot ato që duhet pagoja, më morën telefon tatimet. Zoti Kodra, ju kujtojmë që ju ka kaluar afati për paguar taksat dhe tatimet. Oshte diel me noni thash, s'dum tatimin e tha. Më falni, doni të dilni dhe ju nga urdhri i tatimeve? Jo. Doni të çkishëroni dhe ju? Jo, larg qoftë. Pra, si bëhet në këtë vend? Sigurisht, unë e ky që jemi në vathën, në rreshtin dhe plot të tjerë, që jemi në atë rreshtin e taksapaguesve e njerëzve të korrekt në këtë vend, na morin shpirtin, ku tentojmë ose harrojmë apo ku diun çfarë tjetër, pa dashakësi brenda. Ndërsa në një vath të madh mush me dele të zeza, që janë pa regjistruar, që s'paguajnë as taksa, që morin lek në dorë, që s'presin fatura, nuk u hy ferr në këmbë në këtë vend. Po sa aty ka shumë, s'ka ferra. Aty ka shumë, aty janë... Është shkelur, vafa. Është shkelur atje dhe prandaj. Pra, sigurisht, duhet ketë një mekanizëm rregullues, patjetër që ka, që është ai nocioni shtet, nëpërmjet organeve kompetente, qoftë kjo polici, apo tatime, apo ku diun se çfarë tjetër, apo një urdhër, qoftë ky avokat i infermierëve apo i mjekëve thotë, Sajmir Godra ka dalë nga ne. Dhe emrojt inspektorati punës në çdo lloj aktiviteti në këtë format nuk lejohet të punoj. E po lushnja kaq është. Po kaq është Perati, kaq është Durrësi, kaq është Tirana, sigurisht jo vetëm. Po në Shqipëria kaq është. Bravo dhe kalo. Mi po, se kalo janë 200-300 euro mashtrime që zonja ka marrë më qafë qytetarët me dhjetra e mira euro, cilët i vajtën për mirë legët, po s'u ka marrua as punë. Njëri do të ditë vitet e pensionit, njëri do të kështu. Po ç'të marrë punë, s'ka licencë për këtë punë. Prandaj. Themi pas pak, do të jemi me fituesit e lotarisë Alt Market, të cilën e shortuam ditën e ente. Sot e kemi thirrur të gjithë në mënyrë simbolike për të dhënë biletën e tyre të udhëtimit. Biletën e udhëtimit. Qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo vajza se tani ka ardhur momenti. Tani çonin sepse kemi një dikush do shkoj me pushime sot, do shkoj me pushime. Vajza. Uluni ju të dyja, uluni. Ju të dyja, jo. Sa herë që ka pushime çonim komi, hajde kemi marrë për punë. Çerdhi dita. Po çerdhi dita. Atëherë. E njëcke. Besoj se e mbani mend apo jo? E treckë. Ju kujtohet. Kur ishte më çfarë ditë ishte? Po të ejtën më. Që na plasi tëmsin duke dhënë bileta, sa hapi telefonin. E mbani mend gjitha këto zonjat që thoshin, po kushje, ç'do dobja? Gjitha i kemi marrë nga 3 herë. Po. Mi po sot kanë ardhur të gjitha. Fajin e kemi unë ky që s'ka lumë bileta tjetër, po hajde. Ska gjë se ne jemi të mirë si që Alt Market. Të gjitha paketa turistike. Sot i kemi thritur në mënyrë jo vetëm simbolike, por do dhënë gjithë biletave të udhëtimit. Si fillim Turqin. Budrumin. Dhe të vi Liri, një sekond. Kush është për Budrum nga kjo anë? Po, Liri e Pera. Faleminderit shumë. Manjola Mulla dhe Albina Mita. Hajde një zonja, afroni, ju që dëgjuat emrin. Afroni zonja. Pra me dy meni e keni, jo, s'keni, jo. Mirë se erdhët. Ta gëzoni udhtimin, ja dhe zonja tjetër, po, Albina, kush është Albina? është jashtë Albina, po Albina, është ajo, po. Po kush nuk erdhi? Ju jeni? Liria. Manjola, është jashtë. Na, jepja Manjola se... Manjola nuk do të identifikohet sa që ka i problem kërkohet nga organet kompetente, po. Po si të ka një kufini, thujim. Oke. Do kalojmë tek Antalya. Antalya. Le të afrohen. Burbuqe Kodrasi. Kodra e ke pasja, po Kodrasi. Ermira Karajani dhe Ornela Belaj. Ajde, afroni, zonja. Zonja Zonjusha Qini. Faleminderit, udhë të mbarë, faleminderit. Zonja, faleminderit, mund të largoni. Udhë të mbarë dhe ka lopë shi bukur. Falenderoni Alt Market.
E, dhe s'ka këtu viu. Po si sta hapo telefonin jo shumë? E hapi, mor, zonja hapi. Zonja hapi, mirë se vini. Vajza, ma kap që mikrofonin atje, është një mikrofon si për njëre nga ju shpet. Kush nuk e hapi telefonin, më kush të hapi telefonin, më? Ju jeni? Ermira. Burbuqja, nuk është Kodrasi? Është jashtë edhe kjo. Burbuqje? Urdhozojnë, një ufit të barë, faleminderit shumë. Dhe ju uroj të kaloni një pushim të këndshëm. Ju jeni në Tiranë? Në Elbasan? Në Tiranë, të dyja, po. Faleminderit zonja, gjithë të mirat, mirupafshim. Është momenti Sharm El Sheikh. Egypti. Jeni aty, paskin me dymenin duke, s'ka një? Ti them emrat. Thuaj emrat. Ti them emrat. Atëherë, Bukurie Riska, Brunilda Mucangi dhe Monika Totaj. Hajde. Kaloj këtë profesor Mjes. Mirë se erdhët, faleminderit. Mirë se erdhit. Në statuit vogël nga Egjipti, pse sillni prej nuk i gjen gjë. Ti e ke prej biletën apo? Vet? Kapi mikrofonin. Fol moskin turp fare. Se këta të Egjiptit s'ta kanë hap telefonin. Cila nga ju sa hapi telefonin? Kush nuk e hapi? Drejtën. Ti nuk e hape? Po pse sa hapi? Ti isha që dhe na e mbylle. Në surrat, faleminderit. Edhe e mbylle, pastaj na more prap. Ha? Po pse çejse duke bo kot për muhabet është hajde. Po haje buk. Po të kemi thënë që duhet mbash dietë, ti na premtove në fundin që do mbaj dietë apo. Zonja ti u përgjigje, po. Po. Faleminderit sa the, po s'ka problem. Faleminderit. Po na thu tash. Po juve? Ha? The edhe faleminderit, mirë. Atëherë ja kaloni bukur, mos harroni vetëm. Kush ju mundsoi këtë? Alt Market. Tani ka ngelur dhe Kreta. Që është Mimoza Aliaj. Hajde, Moza, hajde, ha? E, Moza. Pa ku të ratë ty, më ku të ratë ty, Moza. Në gjithë to. Ha? Ka luk të unë mes? Faleminderit. Faleminderit, Alt Market, dhe së dyti juve që vajte vure dorën aty ku isha unë. Shive si jam qa. Nuk e beson njëri. Tu kamera. Sepse herën tjetër Alt Market në shorteun e vetë do ndroj pa tjetër këto. Kjo është e të funit, se kam të shenja këtu para, që smiti. Në shorte shive kam shenja. Me gjithë menç. Genti nuk u gjelos, kur unë thash fantastik ty, se pash që vuajten që. Kush ta të më tekstën transmitim? Po, fantastik ty. Genti su bërë gjelos, e? Jo, fare. E vetë në gjë që jam gjelos, që ti do ikësh në Kretë këtë vitë, që unë do rrinë punë. Edhe dhe o të përshantën ti, që unë kisha planifikuar të shkoj me pushime në një ishull të Greqis. E thoja shpesh në shpi. Ja, zoti është i mos, pra ja, pas ka një gjuh. Po ju rinin në Tiranë? Oh, yeah, you from America, you know what I mean? Po falë, bashkë patën 2 telefonata që unë ndërprem duke. Jo, ishte vajza që e ngritis, sepse unë po bëja një punë tjetër. Dhe zakonisht mas dite se hapim se s'duam të shqetsojnë. Ju shqetsofin sa më shumë për të rast dhe mizojnë. Iqër mos e hapë, gjotë një mu që duhet me hapë të telefonin. Po. Jo, në fakt ishte juria që vendosi që duhet përboni një ligjit e kohës dhe po lustim zotin që ta hapje telefonin e dashur. Me këtë ikësh? Unë me vajzën e vogël. Bravo. Po vajza e madhe do punoj vajza e madhe. Vajza e madhe punon, po. Punon, le të punoj, e vogla ajoke. Kalom shbukur. E gjithë të mira. Faleminderit që erdhëm mirë këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit dashur. Përsëri inshallah vje për llotari se me ardh kështu herë tjetër për leçer apo jo. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ciao, mirupafshim. Atëherë, këto ishin fituesit dashur miq me Alt Market, si gjithmonë i kemi treguar live të një shorteu shumë interesant, 10 udhëtime turistike në Bodrum, Sharm El Sheikh dhe Antalya dhe i fundit ishte në Kretë. Po presim çdo bëj Alt Market për festat e fundvitit. Me siguri janë shumë bukura këto pushime dimërore me ski, me gjëra me kështu. Jo, kam përshtypjen që Alt Market të herë do thotë e di çfarë, boll kam dar thotë për këto. Ata të dy. Shiko. Jo për ne, jo. Ato të dyja. Po jo, një sekond, vajza. Se në djetor do jenë dy tjera aty, kështu që ato të dyja që do jenë. Mirë më mirë se. E kuptoj. Ato ikën, por ne të dy. Ska. Ne jemi vetëm për punë. Arbajtën. Natën e mirë, përshëndetje shihemi nesër mbrëmë, do vini ne. Të vinë ata dhe largohemi ne. Riqemi ne vin këto dyja. Si është e konga? Ulu molo të dali hona. O zoti. Gati? Jo, dali mona është lesë. Gati, Flonza. Një sekond. Dali mana se do na marrin përpara në kërcime, do ngatarrohemi. Shenofu. Triti. Flonza. Onza. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.